media. Vëllezër të dashur besimtar, pra pasi që fillimisht këto paraqitje nëpër media e shkatrojnë moralin, edukatën, e shkatrojnë sinqeritetin, më pas i paraqitet njeriut edhe një problem tjetër, e që është problemi i mendjemadhësisë dhe vetëpëlqimit. Dhe ky është një sindrom i narcisizmit, që më me rëndësi jam unë dhe askush tjetër. Dhe nga kjo pikpamje e gabuar e një njeriu që nuk ka qenë i tillë, po më pas me kalimin e kohës u shndru, u lan fëmijët anash nga baba, u lan fëmijët anash nga gruaja, u la burri anash, u anashkalua nga bashkëshortja, u prishën gratë dhe burrat dhe u prishën pleqt dhe plakat. Do shta është gjyshe, nuk i intereson përveç se vetvetja e saj. Mundohet, po ajo gjyshe ta është në moshën 60 vjeçare apo dhe më shumë, me luajt rolin e një adoleshenteje. Nëna bashkë me vajzat mundohen njëjtë me u vesh, ajo që grimoset edhe nëna grimoset, ajo që vishet edhe një nën, një gjyshe, po ashtu vishet, edhe thuaj se ma nuk ka dallim as në veshje mes një të moshuare dhe mes një adoleshenteje. Fare nuk i ka hije asaj kjo veshje, por nuk i intereson kjo çështje, vetëm se intereson të jetë që she quajnë rinia. Të jetë prezente, të jetë ndikuse. Ajo mendon se është ndikuse e nuk e sheh veten që është bërë për mari dhe për turp, dhe që nuk shikohet me atë veshje. Çdo mosh e ka atë hijeshinë e vet dhe etikën dhe kodin e veshjes. Plaku apo plaka me vesh sikur se një 18 vjeçar nuk i ka hije. Por që sot po jetojmë me një kohë ku po ndryshojnë dhe po përmbysen rregullat dhe etikat dhe vlerat dhe morali. Andaj janë përzier çështjet. Vëllezër